Ervin Saliani, ish deputeti i Partisë Demokratike, ka përfunduar këtë të premte masën e shërbimit të provës së vendosur nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në një deklaratë për mediat, ai nënvizoi se sfida e tij me sistemin e drejtësisë nuk ka përfunduar dhe do të vazhdojë me ankesa në gjykatën kushtetuese. Një periudhë e errët e një dënimi politik për arsye politike dhe për fatkeqësisht përdorimin e drejtësisë për akmarrje personale dhe akmarrje politike për të ndikuar në luftën politike. Ish deputeti gjithashtu paralajmëroi se do ta çojë çështjen deri në Strasburg. Do ta vazhdoj këtë çështje deri në Strasburg dhe pa diskutim që të drejtën do ta fitoj, por ajo që dua të theksoj, duke qenë se e kanë provuar vetë edhe në kurriz se çfarë do të thotë të prodhohet pa drejtësi nga institucionet të cilat duhet të prodhojnë drejtësi, do të luftoj akoma më fort për interesin publik dhe për interesin e qytetarëve, të cilët fatkeqësisht përballen me padrejtësi të përditshme jo vetëm nga institucionet e drejtësisë, por edhe nga të gjithë institucionet e ekzekutivit, të cilat janë kthyer në institucione dhunuese. Ish deputeti paralajmëroi se do të vijojë angazhimin për një shoqëri me rregulla të qarta dhe drejtësi të barabartë, duke mbajtur shndrimin e tij të palokundur ndaj padrejtësive. Ai theksoi se angazhimi për demokraci dhe lishmëri mbetet prioritet kryesor i tij dhe do të vazhdojë të sfidojë çdo abuzim të pushtetit.